Jam këtu me legjendën e padiskutueshme të komentimit dhe të sportit tonë, Agim Kasapollin. Agja Agim po të tham. Faleminderit. Çish po ndjehesh në këto këtë ditë të bekuar për Kosovën, përsoj që emocionet tua janë këtë ndryshe prej neve gjëratave më të reja. Disponimi është nivel. Të gjithë kem dëshirë që edhe këtë pengesë të fundit ta kalon Kosova dhe me të vërtet ka me qenë kjo historike, sepse shumë shpesh përdorë kjo fjala historike, por këtu e ka vendin. Nëse Kosova arrin me qenë fitore, ka me qenë vërtet gjaja ma historike e kombit tonë. Mirë po, në anën tjetër, unë jam profesionist që sa jam. Unë këtë punë e punoj 50 vjetë, edhe me të thonë drejten, e kom obligin me thonë ato që unë sa e një futbolin për shikus tu me u përcjell. Shansat tona, që i përket fuqis ekipeve, janë 20%. Nëse Turqia i ka 80%. Pse po e thëmë këto? Edhe duhet me arsyetu, për arsye se Turqia në mesin e vetë ka lojtarë shpikatur që luajnë ekipet më të njohura. Juventus, Real Madrid, Inter, edhe ekipet tjera. Që do me thonë kjo? Do me thonë se ata po ashtu e kanë rastin etik, sepse që 3 kampionate botërore që kanë mujtë me shku më tutje. Kështu që të 2 skuadrat të mobilizuar maksimalisht. E tash, kush i ka nervat më të qeta, kush e shfrytëzon rastin, sepse shumë rrethana këtu ndikojnë, disponimi mental, fati sportiv, aksionet a zbërthejnë ashtu si duhet. Po përse jona është që luhet në Kosovë para tifozëve tonë? Ajo është vetëm një element që ndihmon. Mirë po këta janë lojtarë me eksperiencë. Kështu që këta vazhdimisht luajnë edhe si mysafir, edhe ekipet në këto ligat evropiane ma shumë përshënojnë fitore si mysafir sa vendes. Mos mendon dikush se kjo gjenerat i ka meritat. Meritat në dha i kanë shumë gjenerata. Sidomos viteve 90 që kanë bërë sportin gjallë në Europë. Qashtu, ata janë haru krejt. Vërtet. Për këtyne që po e udhëheqin tash. Kemi njerëz që kanë lënë krejt gjallënin në sport. Po t'i përmendim veç disa emra. Po fjala është Selami Bezi, i ndjer prej Gjilani. E ki me fjala Gjihiqi i Podujeves. Artan Gjihiqi, i cili po ashtu e ka shkri pasunim. Vllaznit Getari, e mos i numëroj gjithë. Ata janë politik. Mandej, ki diaspora, e cila direkt ka punu me ne për pranimin e Kosovës në UEFA. Edhe në pranimin e Kosovës UEFA, kontribut më të madh kanë dhënë vllaznit Shoshin Gjermani që jo. Kur arrit për mu fut në UEFA edhe kanë fillu garat, jam koni bindun që mundën me ardhë deri këtu. Jo ndoshta ka shpejt, kjo gjenerat është gjenerat e prindve që i kanë përjetu luftën, jo nikë për i luftës, edhe tonë kohën, ata në shtëpi kanë bo biseda që kanë aboni Sërbi, në Përzon, në Kallën, në Vezet, edhe naturisht që njeriu i gjallë me emocione, ngritet patriotizmi, prandaj e ki pak, ta nuk kushtojnë forës. Këta nuk kushtojnë forës, edhe nuk pyesin a ka premia, s'ka premia. Një pjesë e konsiderueshme janë për diasporës, edhe këta do të me të cekë, njerë që kanë ikë prej Kosovës, janë lindë rritë në diasporë edhe zgjedhin Kosovën me lujtë. Unë thash, ata janë bartësit kryesor të rezultateve cilat janë arritur.